5 të arrestuar në Prishtinë sekuestrohen rreth 1 kilogram heroinë e kokainë. Policia e Kosovës ka realizuar bastisjen në fshatin Dumosh të Podujevës, në Podujev dhe në Prishtinë, ku janë sekuestruar 810.5 gram substance dyshuare llojit heroin, 137 gram substance dyshuare llojit kokain, 9 gram substance dyshuare llojit marijuan, një peshore, 2 vetura, 2 telefona mobil, para të gatshme 895 euro dhe 50 franka zvicrane. Drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik në Policinë e Kosovës ka realizuar aksion në rajonin e Prishtinës, të koduar si driver që rezultoi me arrestimin e 5 personave duke sekuestruar rreth 1 kilogram heroin. Fillimisht sektori qendror për hetimin e narkotikëve në Prishtinë ka kapur 2 persona të dyshuar për përfshirje në veprimtari të kundërligjshme të shitblerjes së substancave narkotike. 2 të dyshuar me vendim të prokurorisë janë ndaluar për 48 orë. Po ashtu njësitë relevante kanë realizuar edhe një aksion policor ku janë arrestuar 3 persona, me që rest janë sekuestruar 12.1 gram substancë që dyshohet të jetë narkotike e llojit marijuan, një peshore për matjen e substancave narkotike, 4 telefona mobil, para të gatshme 190 euro. Prokuroria e Shtetit ka urdhëruar edhe ndaj 2 personave të tjerë ndalim policor, ndërsa i treti është liruar.